Mirë se vini, sot do t'i futemi thellë një ideje, një plani për një lloj leadershipi që bën shumë më tepër se sa thjesht të menaxhoj. Po flasim për atë lloj leadershipi që transformon. Do të shohim se si liderët e mëdhenj arrin të frymëzojnë një ndryshim të vërtetë, si arrin të ndërtojnë diçka krejtësisht të ri praktikisht nga zero. Tani, le të bëjmë një pyetje. Çfarë e bën një lider vërtet të paharrueshëm? A janë thjesht rezultatet që sjellin, apo mos ka diçka më shumë se aq? E pra, pikërisht këtu është ndryshimi thelbësor mes një menaxheri, edhe të mirë qoftë, dhe një lideri që lë gjurmë. Dhe siç do ta shohim së bashku, sekreti nuk është menaxhosh atë që ke, por transformosh atë që mund të bëhesh. E pikërisht këtu futet në lojë koncepti kryesor i sotëm, leadershipi transformues. Është një teori e zhvilluar nga Bernard Bass, dhe ideja bazë është kjo. Liderët e vërtet nuk janë thjesht njerëz që bëjnë marrëveshje, pra ti bën këtë punë unë t'jap të shpërbim. Jo. Ata bëjnë diçka tjetër. Ata ndezin një shkëndij frymëzimi që literalisht ndryshon gjithçka. Pra, për ta kuptuar më thjesht, imagjinojeni kështu. Nuk është puna thjesht të sigurohesh që ingranazhet e makinës po rrotullohen. Jo, është puna të ndërtosh një motor krejt të ri. Qëllimi final të ngresh gjithçka në një tjetër nivel. Po flasim për motivimin, moralin, performancën, ti çosh në një pikë që ndoshta askush nuk e mendonte të mundur. Dhe çfarë është më e rëndësishmja, ti kthesh ndjekësit në vetvete, në lider, në agjentët këtij ndryshimi. Okej, pyetja logjike është si funksionon kjo gjë në praktik. E po, modeli i bazit na jep një plan të qartë. Ai e ndan në 4 elemente kryesore, që njihen si 4 it. Mendojini si 4 kolonat që mbajnë të gjithë ndërtesën e leadershipit transformues. Tani, le t'i shohim me radhë. Elementi i parë, influenca idealizuar. Çfarë do të thotë kjo? Në thelb, është karizma në veprim. Këta lider janë ata që bën shembulli që të tjerë duan të ndjekin. E di si e fitojnë respektin dhe besimin, duke vepruar me integritet të plotë, duke qenë aty në vijën e parë kur ka rreziqe, dhe duke treguar gjithmonë se ekipi është primar. Pra, nuk thon thjesht bëjeni kështu. Ata janë vetë shembull i gjallë. Dhe një shembull fantastik për këtë është Satya Nadella te Microsoft. Ai nuk nxori thjesht një njoftim zyrtar ku shkruaj tani duhet të ndryshojmë. Jo, ai e mishëroi atë ndryshim, pranonte hapur gabimet e së shkuarës, udhëhiqte me empati të jashtëzakonshme dhe kështu ai u tregoi të gjithëve praktikisht se çfarë do të thoshte të kishe një mentalitet rritjeje. E bëri diçka reale, diçka që mund të ta prekje. Mirë, e dyta, motivimi frymëzues. Këtu flasim për aftësinë për të pikturuar një vizion. Dhe jo çfarë do lloj vizioni, por një vizion aq të qartë, aq të fuqishëm, saqë bëhet si një yll polar për gjithë ekipin. Kjo e kthen punën e përditshme nga një listë e mërzitshme detyrash në një mision të vërtetë, me kuptim. Dhe kjo, sigurisht, i jep një energji të jashtëzakonshme gjithë përpjekjes. Dhe këtu shembulli më ikonik që na vjen ndërmend është padyshim Martin Luther King Jr. me fjalimin e tij kam një ëndër. Vjen re diçka të rëndësishme. Ai nuk doli aty për të prezantuar një plan strategjik me 10 pika. Ai bëri diçka tjetër. Ai pikturoi një tablo, një imazh të gjallë të një të ardhme më të mirë. Dhe duke bërë këtë, ai nuk po jepte urdhra. Ai po ndiste një zjarr brenda miliona njerëzve, po jepte një lëvizje të tërë, një qëllim të përbashkët. Tani elementi i tretë, stimulimi intelektual. Këtu lideri bëhet, si thuash, një provokator, në kuptimin pozitiv. Ai sfidon mënyrat e vjetra të menduarit. E shtyn ekipin vazhdimisht të bëj pyetjen, po sikur ta provojmë ndryshe. Ideja është të krijosh një mjedis ku të jesh kurioz, është diçka e mirë, dhe ku status quo-ja nuk është kurrë e shenjtë. Dhe kush mund ta personifikonte këtë më mirë se Steve Jobs? Mjafton të kujtoj momenti kur ai sfidoi një ide që dukej e pandryshueshme, që një telefon duhet të kishte patjetër një tastier fizike. Ai thjesht nuk e pranonte fjalën e pamundur si përgjigje. Edhe duke bërë këtë, ai e deteroi ekipin e tij të rimendonte gjithçka nga e para. Rezultati, një nga produktet më revolucionare të shekullit. Dhe kolona e katërt dhe e fundit është konsiderata e individualizuar. Këtu leadershipi bëhet vërtet personal. Po flasim për lider që veprojnë si mentor, si trajner. Ata investojnë kohë për të kuptuar se cilat janë ëndrat, aspiratat, por edhe vështirësitë e secilit antar të ekipit. Pra nuk shohin thjesht punonjës, ata shohin njerëz me potencial dhe pastaj punojnë pa u lodhur për ta ndihmuar atë potencial të dalë në dritë. Një shembull vërtet i veçantë këtu është Indra Nooyi, kur ishte CEO të PepsiCo.
Imagjinoni pak, ajo u shkruante letra prindërve të menaxherëve të saj kryesor për t'i falendëruar. Mund të duket një gjest i vogël, por mendoni pak për mesazhin që përcjellte. Unë nuk të shoh vetëm si një numër në kompani, unë të vlerësoj si njeri. E po, kjo është ajo që ndërton një besnikëri, që asnjë bonus financiar nuk mund ta blej kurrë. Mirë, por që ta kuptojmë plotësisht se sa i fuqishëm është leadershipi transformues, duhet ta krahasojmë me një stil tjetër, leadershipin transakcional. Tani, është e rëndësishme të themi që këto nuk janë stile armike, përkundrazi, mendojini si dy anët e së njëjtës medalje. Të dyja kanë vlerën e tyre. Okej. Le ta bëjmë sa më të thjeshtë. Lideri transakcional është si një polic trafiku. Puna e tij të sigurohet që gjithçka po ecën sipas rregullave, pa probleme. Dhe kjo është absolutisht thelbësore për të pasur stabilitet. Nga ana tjetër, lideri transformues është si një arkitekt qyteti. Ai nuk merret me trafikun e sotëm. Ai po ridizajnon të gjitha rrugët për një qytet më të mirë në të ardhmen. Njëri menaxhon sistemin, tjetri e ndryshon atë. Dhe këtu vim te pika më gjenjale e teorisë së Basit. Nuk është nevoja të zgjedhësh njërin ato tjetrën, përkundrazi, liderët më të mirë, më efektiv, i përdorin të dyja. Ata përdorin leadershipin transakcional për të ndërtuar një themel solid, të qëndrueshëm, dhe pastaj, mbi atë themel, përdorin leadershipin transformues për të ndërtuar diçka madhështore, një qell gërvishtës, po të doni. Mirë, deri tani teoria tingëllon shumë bukur. Por pyetja që vlen është, a funksionon kjo gjë në botën reale? Pra, përtej këtyre shembujve të famshëm, çfarë thon faktet? Çfarë na tregojnë të dhënat nga dekada të tëra studimesh? Le të shohim. E po, përgjigja është një po e prerë. Studimet e panumërta njëri pas tjetrit tregojnë një lidhje shumë të qartë. Aty ku ka leadership transformues, ka performancë më të lartë, ka kënaqësi më të madhe në punë dhe ka një angazhim shumë më të thellë nga ana e njerëzve. E thënë fare thjesht, njerëzit japin maksimumin e tyre kur ndihen të frymëzuar, jo thjesht menaxhuar. Por, për të qenë të drejtë, asnjë teori nuk është perfekte. Dhe për të pasur një pamje të plotë, duhet të shohim edhe anën tjetër të medaljes. Duhet të flasim për kritikat, për rreziqet, për pikat ku ky stil kaq i fuqishëm mund të ketë probleme. Dhe kjo na sjell te një pyetje paksa provokuese. A ka një anë të errët ky transformim? Përgjigjja e shkurtër është po, absolutisht. Mendojeni kështu. Fuqia për të frymëzuar është si një vegël e fuqishme, si një thik. Vetë thika nuk është as e mirë as e keqe. Por në duart e një kirurgu shpëton jetë, ndërsa në duart e gabuara mund të shkaktojë dëme të tmerrshme. Atëherë, cilat janë kritikat kryesore? E para, siç tham, është ana e errët. Kjo ndodh kur këto teknika përdoren për qëllime shkatruese, si në rastin e Hitlerit apo kult liderëve si Jim Jones. Vet Bass e kishte një emër për këtë, leadership pseudo-transformues pra i rrem. E dyta është rreziku i romantizimit. Pra, të mendojmë se gjithçka e mirë vjen nga një lider hero, duke harruar punën e gjithë ekipit. Dhe e treta, ka një debat nëse ky model është universal apo pasqyron më shumë vlerat perëndimore të individualizmit dhe ndryshimit. Okej, pra, pasi i kemi parë të gjitha këto, kemi parë përbërësit, shembujt, por edhe kritikat, cila është ideja kryesore, cili është përfundimi që duhet të mbajmë mend nga e gjitha kjo analizë? Ja ku është, ndoshta ideja më e rëndësishme nga të gjitha. Leadershipi transformues në thelbin e tij nuk ka të bërë me liderin, ka të bërë me fuqizimin e ndjekësve, për të bërë ata vetë lider. Mënyra e vërtetë për të matur suksesin e një lideri të tillë nuk është se çfarë arrin vetë, por sa lider të rinj arrin të krijojë. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit, një pyetje për të reflektuar. Qëllimi është transformimi, kjo është e qartë, por pyetja më kritike për këdo në një pozicion leadershipi nuk është thjesht a mund të transformoj, por transformim në çfarë, sepse në fund të ditës, pikërisht përgjigjja e kësaj pyetje është ajo që përcakton nëse trashëgimia e një lideri do të jetë konstruktive apo shkatruese.